I dërguari Allahut shpesh e kishte zakon që dispozitat sheriatike shokëve të tij to tregonte në mënyrë figurative, duke e krahasuar ato me disa gjëra të dukshme dhe të kapshme. Dhe pikërisht një ditë i dërguari Allahut po ua shpjegon dispozitën e namazit dhe rëndësinë e namazit në një mënyrë shumë interesante shokëve të tij. Dhe po u thot: "Çfarë mendoni, sikur një njeri pranë shtëpisë së tij të kalonte një lum, për i cili do të pastrohet 5 herë në ditë, a mbetet ndytësirë dhe pa pastërti në trupin e tij?" Shokët e tij të gjithë një zëri u përgjigjen se nuk mbetet. 5 herë në ditë mu u pastru njeri. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj tha: "Kështu tha dhe besimtari i cili i fal 5 kohë të namazit, Allahu ja fshin të gjitha ndytësirat e gjunoheve prej tij." Që i bie se Allahu i lartësuar prej dispozitat të cilat i caktoi për besimtarët, i caktoi plotësisht në dobi të tyre. Me to Allahu u afal gjunohat, me to Allahu u regjistron shpërblimet, po me to Allahu edhe u ngrit derexhet edhe shkallët në ditën e gjykimit. Andaj, kush është ai i cili nuk dëshiron që të pastrohet, ta pastroj Allahu i lartësuar 5 herë në ditë për gjunohat dhe mëkatet të cilat i bën ai dhe i bëjmë të gjithë ne. Pra ja lumi konkret, lumi i pastrimit është namazi. Pra pastrim 5 herë në ditë, i cili e pastron besimtarin, ja largon ndytësiren dhe papastërtin e mëkateve dhe e nxjerr të pastër para Allahut çdo ditë, po e nxjerr të pastër para Allahut edhe në ditën e gjykimit.